A është e vërtet se duke u plakur bëhesh më i shkurtër? Padyshim po. Sipas profesorit të anatomisë në Lancaster, Adam Taylor, pas të 40-tave njerëzit humbasin rreth 1 centimetër çdo dekadë, shkruan The Guardian. Burrat humbasin 0.08, 0.1 të gjatësisë trupore çdo vit, kurse gratë 0.12 apo 0.14%. Një pjesë e kësaj shkarkohet nga qëndrimi i krusur teksa moshohemi. Njerëzit që ulen ose qëndrojnë me shpinë të krusur për periudha të gjata kohore, sidomos në tavolinë, me kohën shpina përshtatet me këtë pozicion. Njerëzit më të moshuar ndonjëherë përkulen për të gjetur një pikë më të sigurt graviteti. Ne të gjithë humbasim gjatësinë në fillim dhe në fund të çdo dite, pasi graviteti nxjerr ujë nga disqet intervertebror. Ndryshimi i gjatësisë ndodh edhe në nivel më të imët, rreth moshës 30-35 vjeç. Muskujt dhe kockat nisin të tkuren, disqet mes vertebrave humbasin ujë dhe përmasat zvogëlohen. Pjesa qendrore e kockave në shpinë, legen dhe këmbët bëhet më pak e dendur. Kur kjo ndodh, kocka kondestohet nga pak dhe shkurtohet, thot Taylor, duke shtuar se humbja masës muskulore ndikon tek gjatësia, sepse kockat ruajnë formën dhe madhësinë e saj të forcës së muskujve. Nuk mund të ndalosh këtë proces, por mund ta ngadalësosh. Një dietë e pasur me kalcium dhe vitamin D, aktiviteti i rregullt fizik dhe shmangja e duhanit e alkoolit në moshë të re ulin ritmin e zvogëlimit të muskujve dhe kockave. Një qëndrim i mirë gjithashtu mund të mbrojë, këshillon Taylor. Taylor shprehet se humbja e disa centimetrave nuk është e keqe. Problemi është se humbja e kockave dhe muskujve mund të sjellë sëmundje kronike si ato të zemrës, osteoporoza, osteoartriti apo të tjera që lidhen me lëvizjen. Ndaj duhet të bëjmë çmos për t'i mbrojtur.